Rini Topçiu ishte njeriu i cili në vitin 1967 drejtoi bashkëfshatarët e tij në Ravonik për të prishur xhamin dhe kishën e fshatit. Ai tregon se urdhri ishte që rinia e fshatit të prishte xhamin, urdhër që u zbatua nga ai i pari, por edhe të tjerët. Sot i moshuari është penduar për këtë akt dhe kërkon që xhamia e fshatit të tij të rindërtohet. Lodha unë gjithë sekret atë organizatën jo, po ndova një 10 veta, unë i thash kështu, dakord jemi. Në mëngjes, në orën 8, filluam prishjen e xhamisë. Kam hyrë unë i pari, kam prishur xhamin, mbas prishjes xhamisë, nuk prishtim dot atë minaren. Mori traktora me e kavo, hoqëm edhe minaren. Ikëm në kish pasaj, në kish prishim tërë kishën. Të gjithë neve që vumë dorë aty në xhamit, të gjithë kemi patur pasoje. Penduar që kam prishur, si që penduar, po të me dhe këte që edhe sot unë nuk më besoj. Vetëm duhet kjo, që atje ku ndërtohet një ndërtesë për një objekt, s'duhet ta prishish, s'duhet zhvëshdorë. Kryeplaku i fshatit Ravonik, Arjan Frasholli, tregon se kërkesa e të gjithë fshatit është që xhamia të ndërtohet, por duhet gjetur një tokë e re, pasi aty ku ka qenë ka probleme me tokën dhe pronarët. Ka dhe mirë është që të ketë një xhami, po për vendin dhe për këto nuk mund ta them unë ku dhe si. Se në atë vend ku ka qenë, atje do me thënë këto prona janë blerë. Në qoftë se shikojnë diçka të arsyeshme, një vend të përshtatshëm dhe ata investitorë të cilët duan ta bëjnë këtë, patjetër që se nuk është të kesh një institucion fetar, mirë, siç kemi kishën, të ketë edhe xhami. Pjesa dërmuese e banorëve të fshatit Ravonik i përkasin besimit musliman, ndërsa kërkesa e tyre vijon të jetë e njëjta prej vitesh, të ndërtohet një xhami që ata të kenë mundësi të kryejnë ritualet e tyre fetare.